Thot kështu shikuesi, një pyetje për martesat e hershme dhe sa mendoni se është mosha ideale për martesë? Martesat e hershme për kanë qenë motivim fetar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka thonë rinis, o i rini, kush ka mundësi për ju që të martohet. Sepse martesa është për të mburoj. Të gjitha rrethonat, do thotë fëmia që futet në moshën e pubertetit, djali dhe vajza, ata fillojnë të ushqejnë nevojen fiziologjike e pshore. Edhe ajo nevojë shkon të urit. Edhe nëse ata e vonojnë martesën, kjo nevojë shpërthen të ata, i del nga kontrolli. Edhe mundësit e shoqërive liberale, shoqërive ku vlerat morale janë sekondare ose terciare të parëndësishme, mundësia për të shfry epshin në mënyrë jo legale edhe jo legjitime është shumë e madhe. Edhe andaj çdo herë që një i ri apo një e re e rrezikon veten e vet për të rënë flagrant, për të dashuruar me dikend, edhe ajo dashuri të bëhet shkak që ai të bien në mëkat, atëherë atij i bëhet martesa obligim. S'është mezi sa vjet i ka. Ai ka 15, ai ka 16, ai ka 17. Sepse më një on ka nevojë, më një on i ofrohet zinaja alternativ. Edhe këtë rast, secili muslimani i mençur, secili besimtar normal, i jep përparësi martesës para zinos. Se martesa është edhe përmbushja e nevojës tonë fiziologjike, e pshore, po dhe është fitimi i shpërblimit. A zinaja, po, ndoshta e shfryn epshin tan, ama e mallkon jetën tonë. E merr çaf veten tonë. Edhe humb dynjën e ahiretin. Dhe pra shkak besimtari i mençur është i cili kështu frymëzohet dhe kështu edukohet. Dhe për këtë shkak na nuk kemi moshë caktuar fetarisht, por insistojmë që martesat do mund sidomos kur janë këto rrethona. Por i kemi parasysh disa parametra të tjerë. Na themi i riu që don më martu dhe e shef se domthon e ka vështirë me mbrojt nderin e vet, moralin e vet, i themi na atij shkollohu edhe punsohu. Përgatitu për martesë. Se në momentin që ti bëhesh gati për martesë, nuk është qëllimi që ti të kesh mundësi e psharake për martesë vetëm, nevojë fiziologjike. Po ti duhet pjekësh edhe fizikisht, edhe psiqikisht, po edhe ekonomikisht. Se në momentin që ti martohesh, ti e merr përsipër kujdesin për atë vajzë, për atë grua të ardhshme tonë. Ti duhesh me u kujdes për fëmijë që ka me t'i dhuru Allah nga kjo martesë. Edhe është gabim ajo që ndodh fatkeqësisht në një pjesë e rinjison, ata e mendojnë martesën, ama nuk përgatiten për martesë. Vetëm mjaftohen me nevojën fiziologjike që kanë. Irhamukallah. E kjo është qasja e mangët. Çdo i ri i cili ka nevojë të madhe e pshore për të martu, ai më njëherë duhet me fillu me mendu si ta kryejnë shkollën më shpejt, si të punësohet më shpejt, edhe si të jetë i gatshëm për të siguruar gruas tij të ardhshme kur mbi kokë, veshmbathje dhe ushqim, se këto janë më përgjegjësitë e burrit, jo të babës. As babës vajzës, as babës dhëndrit. E kjo është një temë që fatkeqësisht një pjesë e madhe e rinjison nuk e kam perceptu. Ndoshta edhe na hoxhallarët se kemi artikuluar sa duhet. Andaj kemi nevojë na me fol, po rreziku nga zinaja është e madhe, ama rinisi themi na shkollohu edhe punsohu. Edhe fillo mbledh parë për dasmën tonë dhe për jetën bashkëtorë tonë. E jo ti të martohesh dhe të jetosh me penzinë e babës. Se kjo është abnormale. Kjo mund me ndodh, ama është abnormale. Ti mundesh me pas babën edhe të pasun. Ama dinjiteti jot nuk duhet me ja leju vetvetes tonë që ti të arritish edhe të ushqesh gruan tonë, ta veshësh me parët të babës. Ti je burr. Edhe në momentin që ti ke thonë jam burr, edhe kam marr grua, ti duhesh me marr përsipër përgjegjësitë e gruas tonë. Jo babaja të la me ta marr galën ty. Po valla. Këto janë fenomene negative që fatkeqësisht hala gjinë dhe na jemi kundër tyre. Andaj themi, kurdo që ka nevojë i riu për martesë dhe ka rrezik për zinë, do të martohet, po para kësaj le të shkollohet, le të kryejë fakultetin, le të punësohet, le të siguron të ardha të sigurta, e pastaj do të ketë jetën martesore bashkëtorë shumë atë inshallah taala.